të sallës. Indiqja. Po i shkoj edhe të kur bënde provat në studio, sepse vinte teatro amator. Edhe aty, çdo moment hapur që shikoja që kam pushim, unë shkonja aty. Edhe ikja, shkonja edhe ikja. Po mishëroshe, po dashuroshe në atë. Fillova të përfshihem emocionalisht dhe shpirtërisht. Por atëhere, erë një moment që... E bisedoje me vllajën në shtëpi që? Jo, fare. Po, erë një moment të bërë një konkurs letërsie për poezinë në Tiranë, edhe më thotë, vllai thotë, e shkon, thotë. Ai donte me plotësuar dhe numrin, po diçka regjizori, edhe nëse ti nuk je për tematikën në fjalë, regjizori dëgjon, regjizori shikon. Ti nuk e kupton dhe thotë, ti. Edhe dërgova, okej, u shkum në televizion, mosh, janë për mosh në gjimnaziste. Aty pastaj u fut kërimbi. U shifja në skenë, mu dukshin si ato monumentet madhështore ku shifja një aktor, qoftë dhe amator. Aty hyri, pastaj ajo dhe vura kusht vetes. Po këtë kusht e realizove me vështërsi apo si shkoj? Këto pastaj më ndiqte biografia, po në atë kohë, në periudhën 74, u intensifikuan më shumë të problemet e biografisë. Unë kisha një cen biografi, por ishte i heshtur dhe sepse unë kisha 3 diploma në shtëpi. 3 diploma? 3 diploma i kisha. Erë momenti do një goditje, më sa duke do të vinte tek unë. Dhe nuk më lejuan që të konkuroj. Biografia ishte në pyetje? Biografia nuk kishe dalë kështu, po... Dal nga dalë shpëtove nga biografia dhe... U ktheva pastaj edhe bora dhe punë kështu, bujqësie, punë të rëndomta. Bujqësie? Ishe punë, po. Në shtet? Në shtet. Se ju s'kishi privat atërë? Në shtet, jo. Dhe pastaj, me shumë peripeci që nuk është koha, është momenti të zgjasim shumë, arrita të shkoj në konkurs. Shkove në konkurs, fatmirësisht fitova, edhe kështu vazhdoj. Fitove, ke pas një komision gogja? Emra eminent? Jo komision. Që i kanë thënë? Po ishin të paktën, ishin 4-5 artistë popullit. Figurat që ne i shikonim si idhuj, si po zbresin nga qielli, si nga këto që dëgjova dhe në kronikën tënde, Piero Romani, Viktor Zhusti, Dimiter Anagnosti, Timofloko, e shumë të tjerë, Oktrova. Emrat më dhej. E kalove. E kalova. Studiove për dramaturgji, ha? Dramaturgji. Aktrimin, apo dramaturgji dhe atë i kishe? Në atë kohë që është dramaturgji, po aktrimi ishte baza. Si kanë diku vitet e studimit në Akademinë e Arteve, në formimin e identitetit tuaj, si aktor dhe si regjisor? Dëgjoj dash, unë shkonja nga trupat amatore që kisha lozur shumë role, edhe role kryesore, për hir të vllajt apo në role të vështira, por në mënyrë spontane. Ishe natyrshik fillimisht. Edhe kur vajta në shkollë, në studime për dramaturgji, isha i ambientuar me skenën, por nuk ishte mirë. Se, shkolla aktore fillon që nga Jememec, në fillim 6 muaj Jememec, ka etude de pazë, pastaj fillon futet dhe fjala. Edhe gjithmonë më shoqëron dhe sepse unë lozja si aktor, i formuar, me të metat, por me kohën erë duke u gdhend. Duke u formësuar tamam. Ju keni punu vërtet me figurat mëdha të artit shqiptar. Cilat janë mësimet më të rëndësishme që i ke marrë prej tyre? Mëso të dëgjosh. Mëso të dëgjosh. E bukur. Aktori që nuk dëgjon, ai është i mangët. Aktori më i mirë është kur flet me heshtjen. Me heshtje.
Bujar Laka i ndjerë, për mua dhe për shumë të tjerë, ishte nga të vetmit kur heshte, a i fliste. Dhe kur fjala, kur është fjala, të ndimon. Fjala të ndimon. Kur hesht, edhe heshtja, flet, ka dhe ma emocion kur vjen të kësyri jotë. Se sa kishte një batut, fjallë, e themi batut, po. Po, a kishe më dyshje? Cili ka qenë momenti vendimtar që i tha vetës, këtu të mbetëm, që u bëni ta kuptoni se arti është rruga jote e përhershme. A që në vit 4 gjimnaz ajo është. A në vit 4 gjimnaze kishe? Atëre kishe vendosë? Ishe vendosë, në fund më kanë afru dhe dek tjera, po jo. Po, aty e kishe. U ktheve dhe në bujqësi, po që do shkoj një dit atje. Isha, është jetë mund, ndoshta nuk do të ma jep të këtë fatë, po. Kur barove, u ktheve në... Jam në mëruar në teatrin e Peshkopis. Atë Peshkopis, nuk u ktheve në Mirdita? Jo, s'ka pas Mirdita teatr. As kishte teatr? Jo, Peshkopia kishte teatr, profesorist. Edhe për disa vite kam punëmor 6 vjet, 6. Kam qenë edhe regjisor, edhe aktor. Edhe regjisor, edhe aktor. Po. Është interesant një numër i madh i aktorëve të mëdhenj nga Shqipëria, janë bërë dhe regjisor të suksesshëm. Ka dhe nga ata regjisor që kanë baru e në Pragë, në Moskë dikure, edhe në qendra tjera, por që se ju nuk e kishi regjin akoma si drejtim të veçantë. Akoma. Ju keni edhe djalin regjisor dhe nëse ti e aktor, po aktor që ke dhe ca ambicje një jetë, nuk është thjesht të interpretosh. është thjesht të interpretosh. Por që ke dëshirën, ke edhe inteligjencën, të lexosh edhe ta bësh si shtëpinë tënde, pa dashje vetë të shkon mendja tek regjizori. Sepse edhe ti kur interpreton, edhe ti kur e dëgjon një këngë nga një koleg, po sikur të ishte ajo, sikur të ishte kështu. Në fakt, ti ke hyrë në krimtari. Pa dashje ke hyrë në krimtari. Edhe sot e ka vërtetuar. E bani lloj regjie vizive. Edhe duke recituar, edhe duke kënduar. Aktori është shumë më afër regjisë, sepse ne kemi bërë, ne edhe kemi dhënë dhe provime, se ka janë leksionet për regjinë. Ka është pavarësisht. Ashtu si kemi dhënë dhe për pikturën dhe për kanton. Janë në rregull, janë ligje. Sigurisht. Por është vërtet që ka sjellur shumë që nga aktor të jenë bërë regjisor shumë të mirë. Dhe në teatrin profesionist animat të Peshkopis, keni vënë shumë drama në skenë, ku edhe keni lujt edhe keni bërë regjinë. Nga më të njohurat janë? Janë disa. Për shumë Shënomni dhe mua. Shënomni dhe mua. Ishte dramë që qenë kështu, kuptonë, dhe ishte në fund vitit 89. Ishte si paradoks me u, por atëherë ishte... Qenë pas martese se... Janë shumë, edhe pjesë tuja, dhe realisht e donin teatrin, ndiqnin shumë. E donin, ndiqej? E donin. Janë kriju kuadrët dhe profesionistë që keni qenë, kanë kriju elitat në për çdo qytet, dhe ka qenë mrekulli që mendoj që tani mund gojnë goxha, ose sikur janë dënfuar, janë shkrirë. Dëgjoj, okej, sa kushte ishin krijuar atëherë, nuk i mohojmë dot. Por unë jam me idenë, çdo kohë ka talentet e vet. Po. E akuzojnë shumë rinin. Jo, ka dhe të rinë shumë të talentuar. Absolutisht. Ka dhe të rinë shumë të talentuar. Kohët për shumë gjëra nuk pajtohen, po për pjesën më të madhe edhe pajtohen, se janë vazhdimsi. Çdo kohë, ti po shikon regjia për shembull. Regjia si në Kosovë dhe në Shqipëri, nga të rinjt, e beson që janë shumë. Kur u ktheve në televizion? Në televizion, unë jam kthyer në qendrën kombëtare të veprimtarive artistike në Tiranë. Kam pasur Mirë Dizdari, bile drejtor, që ishte shtetërore që më vare nga shteti, dhe Flamur Shehun, kompozitor. Unë isha regjisor për aktivitete spektaklet mëdha shtetërore. Pastaj kam shkuar regjisor i ansamblit shtetit 5 vjet.
Oh, pa, pa, sa, një fati mirë,